Atëherë kur pritet të del agimi, pothuajse gjysma e mashininë Veriut mbeti në errësirë. Kjo për shkak se një pjesë e madhe e qyteteve mbeten pa energji elektrike mëngjesin e sotëm, për shkak të një ndërprerje të papritur të energjisë elektrike që filloi rreth orës 5 të mëngjesit. Kërçova, Prilepi, Manastiri, Ohri, Shtipi, Strumica, Koçani, Krusheva, Shkupi, Gjevgjelia dhe Kumanova ishin ndër qytetet që kanë raportuar se kanë mbetur pa energji elektrike. Pas disa orëve, dritat u rikthyen në disa pjesë të vendit, por në disa vende tjera situata ende nuk është normalizuar. E për këtë ndërprerjet e energjisë elektrike kanë dalë me njoftim nga shoqëria aksionare Mepso, të cilët të sqarojnë se konsumi i ulët e energjisë elektrike gjatë fundjavës është arsyeja e ndërprerjes së energjisë elektrike dhe, siç thonë ata, ka tensione të larta në rrjet në të gjithë rajonin, të cilat kanë ndikuar edhe këtu. Sot në orët e hershme të mëngjesit ndodhi një defekt dhe ndërprerje e shkurtë e rrjetit të transmetimit 110 kW. Shkaku i kësaj ndërprerje ishin tensionet e larta në rrjetin 400 kW në të gjithë rajonin, të cilat ndikuan në sistemin tonë dhe shkaktuan ndërprerjen e shkurtë të transformatorëve energjetik 400-110 kW në trafostacionet. Ekipet e MEPS-ës, theksojnë ata, vazhdojnë të punojnë për normalizimin e plotë të stabilitetit të sistemit elektroenergjetik. Për më tepër, vlen të theksohet se në mënyrë sistematike, përmes realizimit të investimeve të reja në bashkëpunim të ngushtë me operatorët e sistemeve të transmetimit të vendeve fqinje, po kontribuohet në forcimin e stabilitetit të sistemit, i cili në të kaluarën ka qenë seriozisht i neglizhuar dhe jo i mirëmbajtur. Nga atje shtojnë se MEPS-a vazhdon të monitorojë me kujdes situatën dhe po kryen koordinim me sistemet e transmetimit në rajon, me qëllim sigurimin e stabilitetit të sistemit dhe sigurinë e përdoruesve me furnizim me energji elektrike.